Sekretarin Amerikan të Shtetit Marco Rubio gjatë mbledhjes kabinetit të organizuar nga presidenti Trump. Si është komentuar kjo përplasje mes tyre? Në median e majt ka marrë hapësirë, në median e djathtë është kundërshtuar. Vetë zoti Trump e ka kundërshtuar, por diçka ka ngjarë. Edhe pse nuk jepet burimi, por në mandatin e parë ka pasur gjithmonë leaks, dilnin nga bisedat. Musk, arrogant, pronari Teslas, ka thënë që Rubio ti bën mirë vetëm daljet në televizion, asgjë tjetër. Sepse Rubio nuk ka pranuar të largojë diplomatët. Dhe Rubio, sipas burimeve të New York Times dhe të Politico, ka thënë që çfarë do, ata që u larguan për pension të parakohshëm, ti kthej, ti marr prapë në punë që ti quhesh sikur i ke hequr ti, dhe janë rreth 1500 vet. Kanë hikur në pension të parakohshëm 400 diplomatë karriere dhe 250 që janë emërime politike. Rubio nuk ja fal Muskut shkrirjen e USAID. Me sa duket Rubio nuk ka qenë për shkrirjen e USAID. Ka pasur presione, ambasadori Bolton ka thënë që ky është çasti ku Rubio duhet të jepte dorëheqjen, sepse gjatë gjithë kohës si senator ka mbajtur qendrim tjetër, njihet si neocons, ndërkohë që ai është kthyer në thonjsa si servil ndaj zotit Trump, por ai punon për Trump. Trump është bosi dhe në atë përplasje Trump ka ndërhyrë për të treguar kufin të Musk, duke thënë që Rubio po punon mirë, por ka patur shumë ngarkesë me udhëtime, ndaj nuk duhet që të vazhdojmë në këtë rrugë. Por i ashpër ka qenë përplasja edhe me sekretarin e Departamentit të Veteranëve, të cilët i është kërkuar 80.000 shkurtime. Ai që e ka mbështetur Musk është Lutničik, sekretari i tregtisë, kreu i tranzicionit të qeverisë, pra ka një lloj përplasje klanesh brenda kabinetit të nënshtruar të zotit Trump. Natyrisht që Rubio, e kam theksuar disa herë, është i vetmi që ka seriozitet, autoritet nga sekretarët e tjerë. Në debatin që ka pasur me sekretarin e Departamentit të Veteranëve, ai ka thënë që ti doje të shkarkoje kontrollorët e trafikut. Mje provat i ka thënë Musk, prova nuk ka sepse unë nuk i pushova, tha ai. Pra, dhe Trump i ka thënë që nuk do të jetë Musk ai që do të bëjë shkurtimet, jeni ju, shefat e departamenteve, por në qoftë se ju nuk bëni asgjë, do të ndërhyjë Musk. Kjo ka krijuar probleme, janë 100 gjyqe ndaj zotit Trump nëpër gjykata, dhe ideja që nuk mund të jesh si një mbret i zgjedhur, president. Trump kërkon që të ketë pushtet absolut mbi agjencitë e pavarura, janë rreth 126-130 agjenci, të cilat kanë forcën dhe buxhetin si departamente, por kjo do të shkojë me sa duket në gjykatën supreme, dhe hapi i parë ishte kur ata i dolën kundra presidentit Trump, i cili donte të ngrinte $2 miliard për USAID-in, pagesa që janë bërë që nga koha e presidentit Biden. Ka një drejt, administrata është shumë e fryrë, janë 2.4 milion. Me 1 milion, me 1.2 milion, realizohet çdo gjë. Por problemi është se janë punonjës të shërbimit social dhe mbulohen nga ligji, janë dhe në sindikata. Deri tani janë hequr ata që janë me probation, pra të punësuarit kohët e fundit, edhe CIA ka pushuar nga puna, Departamenti i Shtetit ka pushuar 1380 vet, pra gjithkund sëpata, siç thuhet, nga Trump e Muskut ka rënë. Çdo të bëj me punonjësit të cilët janë punonjës karriere. Një lajm në internet ishte që do të jenë 400 ndërtesa qeveritare në shitje, ndërto dhe FBI u hoq me njëherë, pra mendohet që të bëhet një shkurtim drastik nga zoti Trump, por ka thënë ne duam njerëz të aftë, ata që janë të aftë do t'i mbajmë, ata që nuk janë do t'i largojmë. Në këtë diskutim, në këtë debat përplasje mes Rubios edhe Musk, çfarë qëndrimi ka mbajtur zoti Trump? Kujt i ka dhënë të drejtë ose anën e kujt ka mbajtur më shumë? Ai mbrojti Rubion, natyrisht është sekretar shteti, nuk ka se si të përplasë dhe i dha një lloj mësimi Musk, por ç'pun ka Musk autistit të marrë pjesë në mbledhjet e kabinetit. Është shkelje e protokollit. Ai nuk është kreu i, madje ka një me teknicalitet, ai nuk pranon të jetë kreu i Dodge, është një grua sepse në gjykata ka probleme. Ndërkohë që ka akuza që ai merr rreth $20 miliard në vit nga kontratat që ka me qeverinë amerikane, por unë e shikoj si një zgjidhje shumë afrimin e Muskut. Kërkon të shpëtoj këtë kom të madh. Uhaja kombëtare $36 trilion. Ai shikon si bizneset e tij dhe di se si shpëtohet një biznes, një korporat, ndaj do godas dhe mendoj se do të jetë në të mirë të amerikanëve. Ka një pushtet pa mas,
aq sa e media e majtë e quan presidenti de facto, sepse duket që kanë ndikim shumë të madh. Por protestat kanë filluar, ka shumë protesta ndaj tij, reagimi është i madh, sepse Amerika është e ndarë 50-50. Ju kuptoj. Në fakt, republikanët të cilët kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve në Kongresin Amerikan kanë prezantuar një projekt ligj për të shmangur një paralizë të mundshme fiskale në datën 14 mars. Projekt ligji rrit shpenzimet e mbrojtjes me rreth 6 miliard dollar, ndërsa shkurton shpenzimet civile me rreth 13 miliard dollar. Sa realist është një skenar i tillë për një shutdown të qeverisë? Përkohësisht mund të ketë një shutdown, them, sepse Trump ka dëshirë që të bëhet shutdown. Trump kërkon, janë dy bille, një nga Kongresi dhe nga Senati, dhe duhet gjejnë të mesmen. Gjithmonë kanë pasur probleme dhe me Biden, por si senator, si kongresmenes marrin miliarda dhe e gjejnë gjuhën, por fillimisht do bëjnë presione. Ai kërkon që të ketë ulje taksash për korporatat e mëdha, pra për të pasurit 4.5 trilion dollar, shkurtime në buxhet 2 trilion dollar. Pjesa zemra konservatore dhe republikanëve është për përgjegjësi fiskale. Trump kërkon të mos ketë tavan të uhajet, të marrë sa më shumë për të shpenzoj, të vazhdoj shpenzimet e mëdha si të zotit Biden. Kjo do të kundërshtohet nga ky grup, se edhe në Kongres nuk ka ndonjë shumicë shumë të madhe. Me 2-3 vota mund të goditet, sidomos nga ajo që quhet Tea Party. Në Senat është grupi i madh me 11 senatorë deri në 12 që kontrollohen nga Mitch McConnell. Trump gjithmonë thotë dua një beautiful bill, një ligj të bukur, por do të ketë marrëveshje, lëshime. Por deri në këto çaste Trump e kontrollon situatën politike në mënyrë të habitshme si asnjëherë më parë. Ai po bëhet çdo ditë më i pushtetshëm, më i fuqishëm, ka hapur luftë në shumë drejtime, por kjo e dëmton Partinë Republikane në të ardhmen në zgjedhjet e midtermit. Trumpi nuk mendon për të, për Kongresin, mendon vetëm për veten e tij. Para pak ditësh, presidenti Trump tha se Zelenski është i gatshëm për të nënshkruar një marrëveshje për paqe, ndërkohë mediat amerikane shkruajnë se pika e mosmarrëveshjes nuk është se janë mineralet, por refuzimi i Zelenskit për të lëshuar territore të pushtuara nga Rusia. Ndërhyrja e Bashkimit Evropian e ka bërë edhe pak më të vështirë kurorëzimin e një marrëveshje ndërmjet Trump edhe Putin, apo nuk është kështu në gjykimin tuaj? Media mund të thotë çfarë doj, Zelenski erdhi për të firmosur. Ishte i gatshëm të firmoste, shkoi te Roosevelt Room, priste që të firmoste, por Trump u mërzit dhe tha dëbojeni, nuk e dua. Pra ai do të ka rënë dakord për mineralet. Natyrisht në atë bisedë që u provokua nga Vance, ai doli dhe nuk kishte faj, por nuk duhet të sillen në këtë mënyrë dhe Trump kujton se ai është kryeneç, nuk do paqen. Natyrisht që ai do donte të humbiste për të vjuar bisedën dhe për të kuptuar se si është interpretuar, se si qëndron edhe një herë çështja. Më dëgjon? A jemi ndi? Interneti? Jo, unë kam internetin në rregull këtu. A më dëgjon? Se ka një shkëputje, ishim duke folur në fakt në lidhje me diskutimin nëse Trump dhe Zelenski do të mund të arrijë një marrëveshje, madje mediat amerikane kanë shkruar se Zelenski nuk është se ka refuzuar për të marrëveshjen për mineralet, por për t'i dhënë territoret Rusisë. Po, bëra një përmbledhje të asaj çfarë po të kishim sërish në linjë. Zelenski erdhi për të firmosur dhe do të firmoste. U dëbua nga Trump. Natyrisht do të ishte kundërshtues, por nuk i përmend tokat. Ka një ide që Trump nuk do të lejojë që Putin të marrë gjithë tokat që ka marrë dhe sipërfaqja e Greqisë. Orvatja tentativa europiane vetë se e përkeqëson situatën. Vazhdojnë dhe vriten. Trumpi me sa duket e do sa më të dobët Zelenskin, nesër do të jetë në Jeddah në Arabinë Saudite dhe ai është gati të firmos. Në qoftë se do të vendos paqen, ai duhet të firmos. Trumpi për mendimin tim është midis dy zgjidhjeve, të jetë Chamberlain te konferenca Miniut apo të jetë Eisenhower në vitin 53. Trump nuk i pëlqen aleancat. Trump kërkon të ketë liri veprimi, pra do të do të bisedoj me Putinin si të fortë. Kjo këtu ka krijuar probleme. Në një hearing në dëgjes që ishte në Senat për numrin 2 Departamentit të Shtetit, ambasadorin Ladau, ishte një pyetje që më krijoi dhe mua befasi që a është presidenti Trump aset spion i Moskës. Vetëm fakti që bëhet kjo pyetje, sepse nuk ka se si tjetë, se si të shitet presidenti, për mënyra se si po sillet, por Trump ka një drejt. Në qoftë se e sulmon publikisht Putinin, ai nuk ulet në tavolinë.
Zelenski nuk e shikon, nuk ka kartë si të fort në bisedime, dhe është bindur që në qoftë se ne nuk do të jepnim këto ndihmat më dhe armatimesh, ai do të dorëzojë për 2 javë. Por fakti është që Ukraina ka luftuar si heronj. Europa nuk e ka mundësinë të mbështesë për momentin, kërkon të armatoset, është një çast që me sa duket të mëdhej do të vendoset. Europa kërkon të paktën të ketë një vend të rrjedh bisedimeve, por do ta ketë Macron, do ta ketë Merz apo Britaniku. Europa nuk e qenë gjuhën që të bashkohet. Ndërkohë roli i Rubios është si ndërmjetës, por Rubio përfaqëson një teori që Amerika duhet të japë rëndësi në politikën e lajt e jashtme sipas afërsisë gjeografike. Ukraina është shumë larg dhe shumica e amerikanëve nuk e gjejnë dot në hartë se ku është Ukraina. Një grup të djathtësh amerikanë janë nevrikosur nga protesta e madhe që u bë përpara shtëpisë së Bardhë me një flamur të madh të Ukrainës. Janë rreth 240.000 refugjat Ukrainës, të cilët ka gjasa që zoti Trump do t'i heqë statusin e refugjatit ligjshëm. Me të vërtet janë çaste që dëmtojnë Ukrainën dhe japin një fitore të madhe Putinit, por zoti Trump kërkon me çdo kusht të jetë president paqësor, synimi i tij të shkëpus Putinin nga Kina. A do ta realizojë? Le të presim. Ndërkohë ka marrë një reagim të keq edhe nga Ajatollahu i Iranit që me letrën që ka drejtuar Trump, siç thash kërkon 8-8 të merret vesh, ai ka thënë jo, Trump e ka kërcënuar. Ka kërcënuar Ajatollahu në Iran? Po, në qoftë se nuk je dakord për marrëveshje, atëherë mund ndodhi ndryshe. Dhe mund të përdoret Izraeli. Nuk mund të lejojnë dhe nuk do ta lejojnë që Irani të ketë një armë bërthamore. Ky është mesazhi. Ju kuptoj. Vim pak në rajonin tonë dhe flasim për raportet e reja mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Analistë ndryshëm shkruajnë se interesat e biznesit që ka dhënë Trump, Jared Kushner, në Serbi apo ndikimi i emisarit të tij për misione të posaçme Richard Grenell mund të sjellin ndryshime në raportet ndërmjet Washingtonit edhe qeverisë Kurti. Janë disa këmbana alarmi, nuk është gjë e re, këto dy figura të përshtyra do të them për çështjen shqiptare nuk na kanë dëmtuar herën e parë kur kishim shumë pushtet. Kushteni njihet si njëri që shikon interesin vetëm dollarit. Në këtë rast në Sazan është një sekser, nuk na ka ndonjë përfitim të madh, por dhe qeveria e ardhshme e Berishës nuk besoj se do ta pengonte ëndrrën e Kushnerit në Sazan, kështu që nuk është një as i madh. Në Serbi po, ka investime të mëdha. Aty është edhe Dick Grenell, i cili nuk e ka forcën ende të përfaqësuesit special për Kosovën, mund ta ketë. Këtu thuhet që nuk e ka certifikatën e sigurisë, po merret me Kennedy Center, por Kurti, për mendimin tim, është në pozita të vështira, do të duhet të kishte edhe ai një zyrë lobingu për të dialoguar direkt këtu me Rubion dhe me njerëzit afër Trumpit. E vetmja shpresë që na jep të ndihem mirë si për në Kosovë dhe për në Shqipëri është që nuk ka kohë Trump për çastin të paktën për 6 muaj ose për 1 vit merret me Kosovën, është problemi i madh në Ukrainë, është në Gaza, del Irani. Natyrisht që në mandatin e parë Trump pati idenë idioteske se ai, Rama dhe Vučić do të merrnin çmimin Nobel nëse do të kafshonin trojet e Kosovës. Ambasadori Bolton, të cilin do ta kem përsëri ekskluzive, thotë që ka gjasa të ndodh, por gjithmonë me Trumpin është kjo që ai nis diçka, e lë në mes, kërcen dhe bën diçka tjetër. Trump kërkon të bisedojë me të fortët, Kurti nuk e konsideron tillë, por reagimi që ka pasur ndaj Dodik Rubio duket që ka përplasje dhe tek zoti Trump nuk do të jenë të butë, mendoj unë, për Serbinë, që dihet që janë ata që kanë shkaktuar genocid ndaj Kosovës. Zoti Trump nuk e njeh situatën siç e ka njohur Bideni, të jemi realist, por është dhe roli që duhet të ketë mungesa e lobit ton, por të paktën Kurti dhe Berisha i takon që me aksesin që kanë ta bindin administratën që viktima është Kosova, i takon Shqipërisë të bëjë një punë të madhe për Kosovën. Rama është një thik pas shpine, është ajo puthja treshe Diku, Vučić dhe Kushner në kurriz të Kosovës. Por mendoj që fundit vendosin ata që kanë votuar, pam amerikanët si bën thirrje për një parti të djathtë gjermane për të fituar, nuk i dëgjoj kush, ata që vendosin janë votuesit. Natyrisht që duhet të jenë me elasticitet, si për ne në Shqipëri dhe në Kosovë, Amerika është aleati ynë strategjik. Presidentët
shkojnë dhe vinë, aleancat mbesin. Dhe me qënë se jemi këtu, zoti Kushner është edhe pas një projekti që lidhet me ishullin e Sezanit, ky e freket në vendin tonë. Mund të kthehet ky në një investim që forcon lidhjet me qeverinë Rama gjithmonë nëse kjo e fundit do të arrit fitoj zgjedhjet në 11 maj? Rama me të vërtetë është karagjos. Është person që përfaqëson një parti kriminale, Partinë e Punës, nuk ka asnjë afinitet me një parti djathtë, me një parti konservatore siç është zoti Trump. Ka thënë fjalët më të ndyra ndaj tij, tani kalon me akrobacira, shpëtimi i Europës dhe investimi te Kushneri ishte pikërisht ky. Por gafën e bëri bashkëshortja e tij, e cila mendonte se do të fitonte Kamala Harris, ishte sponsorizuese e librit përkthyer nga ajo përpara zgjedhjeve, dhe Rama kontratën e cila është paraprake, nuk është përfundimtare, e bëri mbas zgjedhjeve të 5 nëntorit. Kushneri mund mos jetë shumë i zgjuar, mund të ketë inteligjencën të ulët për këtë e kupton. Ndaj nuk ka dhënë ndonjë prononcim, por natyrisht që e thash, ai ka qëllim me biznesi, kërkon vetëm të fitojë. Këtu në Amerikë njihet si i dështuar i madh në të gjitha bizneset që ka marrë në Manhattan, ka përfituar miliarda dollarë nga Katari, nga arabët, kështu që ky Sazan më duket shumë i vogël. Makthi Ramës është Kashef Patel dhe Don Bongino, njëshi dhe dyshi i FBI. Dosja Mechanical ka 8.000 faqe, dosja e fotografisë të Obamës shumë e thellë. Ndërkohë që Berisha nuk ka ndonjë dosje në FBI dhe si frym ka shkuar në Kongresin Amerikan, ku thuhet haptas nga amerikanët që Soros ngriti dosjen fantazm ndaj presidentit Berisha dhe ai po fiton pikë ndaj Ramës. Rama po shet idenë se mund vi për vizitë përmes Kushnerit, çdo gjë ngjet, por me Trumpin nuk besoj. Ai ka alergji për prapashtesën socialiste. Nuk të them se, por mbas zgjedhjeve nuk mund të bëjmë Kasandrën, por me ato kontakte që kam, me njerëzit që kontaktoj atje, ndihet që fryma është nga opozita, pra Berisha ngrihet, Rama bie. E vetmja mënyrë që Rama të fitoj janë të vjedhë zgjedhjet. Nuk mund të vjedhë dot. Si herët e kaluara, aq më tepër që këtë radhë Berisha është i zgjuar ka Laçevitën, një nga figurat kryesore të presidentit Trump fushat, i cili nuk do ta lejoj edhe në qoftë se ndodh kjo vjedhje, është person që njihet komando, ka pasur disa laraska në media që janë kundra tij, ai ishte tek boksi i njerëzve të nderuar nga Shtëpia e Bardhë, tek fjala në joint session në Kongres. E kisha dje një segment në Focus, është një person që ka veshët e Trumpit, pra shkon mesazhi atje. Rama nuk e ka këtë akses. Kushneri është larguar nga Shtëpia e Bardhë. Nuk i ka lidhjet si që ka pasur me Trumpin. Është pjesë e familjes, natyrisht, do të bëj dollar, por nuk është më këshilltar politik, si që ishte herën e parë. Kjo sepse edhe në hetimet e 6 janarit, ai duhet të ketë ceduar kundër zotit Trump, nuk ishte faj, nuk qej vetmi që mendonte që Trump do të dënojë, do të burgosej, por kjo ishte ringjallje e madhe Trump, ndaj ai nuk kërkon të ndalohet përpara asgjëje. Zoti Papa, unë ju falenderoj që